Zoti Mirkoçi, ju thatë që Partia Demokratike, zoti Berisha akoma nuk e ka gjetur zgjidhjen për të fituar, mos e ka gjetur gjë zoti Saljani, duke qenë se ai her pas here po i shton edhe takimet e tij me bazën, me strukturat, por pretendojnë që ka dhe formulën e fitores. Saljani ka bërë një lëvizje të cilën edhe Saljani po ta shohësh në kontekstin politik flasim. Edhe Saljani nuk ka asnjë kaos, nuk ka asnjë alternativë. Saljani ka vetëm takime. Bën takime me njerëzit, takime të cilat nuk mund të jenë lojë askush, dhe gjithkush nga demokratike qoftë në pozitat e kryesisë, qoftë si deputet, qoftë edhe çdo njeri i mund të bëjë nismat e tij për sa i përket takimeve. Por ajo që është kryesorja tek Saljani shoh që nuk ka një kaos dhe nuk ka një alternativë. Nëse thua që kam rrugën e zgjidhjes, ti duhet ta shpalosësh rrugën e zgjidhjes. Jo të presësh ti derisa sa të piqen kushtet themi, sepse këto lloj gjërash nuk ecin. Domethënë, pjesa dormuese, ajo që unë për shembull kur isha në kandidim, atëherë unë çfarë deklarova që Partia Demokratike sundon Sorosi dhe vazhdon për sa kohë do jetë Sorosi prezident Partinë Demokratike, kjo parti nuk do ecë. Po kjo ishte një deklaratë të cilën unë e bëj publike dhe kam sulmuar gjatë gjithë kohës. Po kam dhënë alternativë kur dola me kauzën e të djathtas konservatore. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ky elektorat nuk e dashka, kjo parti nuk e dashka këtë. Të djathtë konservatorë nuk e duan. Ata do në tregë qendra dhe pas kësaj doli dhe u deklarua pastaj që ne jemi partia e qendrës. Kështu që duhet të hedhësh kauzën, duhet të hedhësh alternativën. Duhet të japësh edhe rrugën e zgjidhjes. Nuk është vetëm se bësh takime këtu, të bëj takime atje, sikur po masin forca se sa veta mbledh në një sallë, sa veta mbledh në një sallë. Këtu domethënë dhe duke mos qenë të qartë në atë çfarë ti bën, pastaj fillojnë edhe këto konfliktet brenda partisë. Nëse keni vënë re, dikush e akuzon për këtë, ky i akuzon për këtë, ai akuzon për këtë, pra fillon ato sherrët brenda partisë dhe në vend që ti ta bashkosh partinë. Në vend që të punosh për bashkimin e partisë, ti duket sikur po e shpërndan, po e hallakat, po e trushton edhe vetë antarësinë e partisë. Kështu që nëse Saljani do kishte vërtet një vizion të qartë, do të kishte një program, unë realisht ja kam thënë, nuk është se ja kam thënë. Domethënë që këtë gjë, unë kam thënë nuk shkoj në takime vetëm për të takuar njerëzit. Njerëzit duhet t'i japësh alternativën, duhet t'i japësh atë dhe duhet të kesh guximin për ta thënë gjën hapur. Nëse ti nuk ke guxim për ta thënë gjën hapur, ai tjetri nuk të beson. Është si puna e saj, nëse ti nuk e thua ose duhet thuash atë që tjetri e mendon, ai që nuk ka mundësi për ta thënë, dhe duhet ta thuash ti, që ai të besoj. Pra ti shkosh atje tek ullia e tij. Nëse ti nuk e bën këtë, pastaj do ngelesh thjesht në disa takime, në disa gjëra, apo mund të përfundoj siç ja pa ta thënë atëherë kur bën lëvizjen ky ka qenë në kryetari i partisë. Që bëri lëvizje që krijoi Partia Demokratike, po din çivun një emër. Asli Batozi. Domethënë dështuan. Zoti Batozi. Asli Batozi, unë ja thash mes, ta thash këtu keni ardhur për të bërë parti dhe s'keni ardhur për të reformuar apo për të ndihmuar reformimin e Partisë Demokratike. Dhe pas një viti doli ajo që ata krijuan partinë. M'duket se në këtë linjë është edhe Saljani. Më tepër se sa tek reformimi i partisë. Se kur të reformosh partinë, duhet të nxjerrësh një platformë dhe duhet të kesh bindjen tënde një. Ti je koshient në atë çka kërkon. Dhe tani s'ka parazi. Një herë vjen protestë, një herë ikën nga protesta, lajmi i madh se erdhi Saljani protestë. Por çfarë çika atje vinë janë me dhjetra mijë demokratë që i kanë dhënë shumë më tepër se sa Saljani. Dhe nuk janë kërkuar. Po prapë vinë. Po nuk është lajm ky se erdhi ky në protestë, apo erdhi ai në protestë, u bashku dhe ky, u bashku dhe aty. A thotë çfarë? Pra, futemi te guacka e vogël, që unë i kam qenë gjithmonë brenda një guacke, këta arrin brenda një guacke dhe nuk lëvizin. Pra, me njëri tjetrin bëjnë çdo gjë, po nuk dalin jashtë guackës së tyre.
Dhe më duket se edhe Saliani këtu është në këtë lloj formule. Zoti Merkoçi, edhe një pyetje tjetër, ka pretendime brenda Partisë Demokratike, disa prej eksponentëve që janë dhe kritik ndaj kësaj force politike, që brenda saj operojnë edhe persona që mbështeten nga Sorosi. Mendoni që ka akoma persona që mbështeten nga Sorosi brenda Partisë Demokratike kësaj aktuales? Tash se kush janë persona këtu nuk i di. Se nuk jam aty brenda që ti di se kush janë persona që ata, por është një deklaratë që unë thash, unë e kam bërë publike mes Partisë Demokratike kur ka qenë në primaret e para, domethënë që isha pjesë e saj dhe u kam deklaruar për sa kohë Sorosi do jetë tu brenda me paketë vazhdojnë në të njëjtën linjë dhe tu komandon Sorosi dhe që është vërtetuar nuk është vërtetuar. Nëse zërat që mund të jenë deklarativ, unë i quaj më tepër zërat deklarativ se sa zëra, se po t'jesh brenda partisë, po t'jesh funksionar i partisë, duhet krijosh atë grupin tënd, duhet të bësh forcën tënde. Tash, prandaj them që këta edhe fraksionet nuk i kthejmë prapë te fraksionet, edhe fraksionet nuk i lejojnë. Nuk i lejojnë sepse nuk duan. Duan thjesht edhe ato çashkat që hedhin. Hedhin çashka po pa gjëra konkrete. Pra, kur ta thuash duhet të kesh një konkretizim. Për shembull, kur ta bën bashkimin e partisë, që e quajtëm bashkim partisë, unë i thash jo, kjo s'është bashkim partisë. Ky është joshje poste. Ti ke dhënë poste për të ardhur nga Zbardi, apo Tabaku, apo Saliani, apo tjetri e treti, të gjithë grupi që ishin me bashkë që ishin kundër Partisë Demokratike, kundër flas masës së gjerë të antarësisë, dhe Berisha i mori ju dha posten dhe e quajti bashkim, por ky s'është bashkim. Kjo është joshje postesh. Pra ti i ofendove të gjithë antarësinë, sepse këta ishin ata që dolën kundra me gaze, me shkopa, me drejtë, me shetar, dhe i morën dhe i futën dhe i quajtë si bashkim, por ky është bashkim mekanik, bashkim nuk është bashkim i mirëfill. Unë pa da arrit në atë kohë, ta bëjnë bashkim partisë pa kushte, Berisha se pranoi. Puna ti është problem tjetër se do të ta bënte vetë si duket ta. Është ajo pjesa që nuk duhet dali dikush tjetër ta bëjë se jam unë që duhet ta bëj. Kjo është realitet. Dhe këta njerëz që flasin sot për Sorosin, brenda partisë janë shoqërohen dhe rrinë që ditën me ata që janë me Sorosin. Supozojmë, ata që dalin me Sorosin, atë që unë e kam deklaruar, janë njerëz që flasin në tym themi. Pse? Doli ky grupimi i ashtu quajtur që do bashkojë opozitën? I zotit Hasimja, i zotit Redi. Hasimeja. Po. Hasimeja me Çarçaf. Doli, po, Hasimeja nga vjen? Hasimeja vjen nga Sorosi. Se është grupi Kopi. Ka qenë qytetari i Berishës, pastaj iku pse ç'boni iku, punë të veta, dhe tani vjen Hasimeja. Brezi 30 vjeçare kam thënë dhe prapë them pa ndrojtje fare. Brezi 30 vjeçar është ai që ka shkatruar Shqipërinë për këto 30 vjet. Dhe brezi 30 vjeçar do jetë ai që do shkatërrojë Shqipërinë nëse do vazhdojë në këto lloj forme. Absolutisht është bindje totale dhe e vërtetuar. Nuk është gjë a priori se po e them a priori. Tu mungojnë politikanë. Tu nuk janë. Ta i kanë momentale për interes të njërit apo të tjetrit, dhe pastaj krijojnë disa iluzione të cilët pastaj fillojnë të zhgënjejnë njerëz. Dhe pastaj ankohen se nuk na vin njerëz, apo akoma më keq kur fillojnë shajnë edhe populli. Ai që ka fajin populli, se populli bën këtë, populli bën atë, populli bën këtë. Populli ka faj që është votën dhe ti që shkon e ngrem kartonin për Ramën, për të përfaqësuar te bordi i paqes, ti nuk që ke shit. Populli që ka shit. Kjo është fatkeqësia e këtij vendi, që akoma nuk kanë kuptuar. Që ajo që është më e keqe në Shqipëri është klasa politike. Klasa politike e ka sjellë Shqipërinë në këtë drejtë, qoftë në të gjitha pikpamjet e këtij vendi për 35 vjet. Kjo klasë politike mba për. Qartë.
Zoti Mirkoçi, faleminderit shumë që ishit me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj.